Tash 5 vite po bëhen me ardhen në pushtet televizës vetëvendosje, dhe cila nga dita e parë e marrjes së mandatit në Kuvendin e Kosovës ka shpërfaqur hapër tendencën për kapjen e bordit të Radio Televizionit të Kosovës, gjatë e cilën e ka arrit me shumicë votash, dhe përmes bordit ka vendos njerëz cilët janë militant politik, televizës vendosje dhe sa do udhëheqin Radio Televizionin e Kosovës. Edhe kjo ka qenë fatkeqësi edhe për televizionin publik, por edhe për pavarësinë editoriale, të cilën në vazhdimsi është kritikuar përmes lajmeve të porositura, të njanshme dhe të cilat e kanë lënduar edhe vetë transmetuesin publik, demokracinë në vend edhe taksat e qytetarëve tanë. Problemet me financimin e RTK-s nuk janë të këtyre 3 muajve, por nuk ka pas interesim nga lëvizja vetëvendosje që të siguroj pavarësi financiare për transmetuesin publik. Edhe ne jemi dëshmitar të vitit e kaluar, jemi dëshmitar të vitit 2023 dhe të vitit 2022. Lëvizja vetëvendosje përmes parapolitikës së tyre dëshiron njëherë anë ta marrë presionin e transmetuesit publik dhe njëherë anë dorën në menaxhimin e transmetuesit publik, edhe kjo nuk duhet të lejohet. Kjo duhet të ndërpritet sa i përket mënyrës ose sigurimit të këtij tremujorshi në krizën me paga. Ju e dini që herën e kaluam e ka zgjidhur përmes huamarrjes si e drejt ligjore dhe mundësi ligjore e qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe dyta nuk ka pas vullnet tjetër, sepse ekziston një kontingjent që është në fondin e ministrit të financave dhe këta i kanë aty një 100 milion nëse ju kujtohet pej vitit e kaluar, që i përdorin për interesa puro politike. Po të kishin vullnet, një pjesë të atij fondi e kishin ndarë për Radio Televizionin e Kosovës ose si ndihmë direkte, që është legale, ligjore, ose si huamarrje dhe punëtorët jo që me punën ndërshmërinë juaj e bëni punën në vazhdimsi. Andaj, kjo është e vërteta, çdo kush që thot ndryshe ne prapë ballafaqohemi me opinionin publik edhe me juve në mënyrë më transparente të mundshme.